Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve në të 7. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka thirrur një protestë hënën për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj një ekspozite që ishte e hapur deri të shtunën në sheshet e Prishtinës. Sipas veteranëve, ekspozita përmban pasaktësi të rënda historike mbi masakrat në Kosovë dhe përbën një fyerje të drejtë për drejtë ndaj viktimave. Ekspozitat që kujtonin 49 nga 105 masakrat e kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë u larguan një ditë më parë nga sheshi Nën Tereza. Shumë nga to përmbanin gabime historike duke ulur numrin e vërtet të viktimave, çka shkaktuoi reagime të mëdha në publik dhe media. E këtë diel, organizatat e Dala nga lufta mbajtën një konferencë për media për të dënuar këtë skandal dhe për të kërkuar sqarime. Jemi këtu sepse në mes Prishtinës është përdosur e vërteta luftës sonë dhe janë relativizuar krimet serbe me ekspozitat financuara nga buxheti i shtetit nga parat tona. Një ekspozit me plot shemrime dhe pretendime tendencioze në sheshet e Prishtinës këto ditë ka tjetërsuar vërtetën e shumë viktima shqiptare që regjimi serb me brutalitetin e tij ka ushtruar ndaj popullsisë tonë. Kjo nuk mjafton të uaheq mlefin që kanë. Ata të hënën planifikojnë të mbajnë një protest para Kuvendit të Kosovës, institucion këtë që e financoi këtë ekspozit. Nuk lejojmë përdosët lufta jonë, nuk pranojmë, relativizojmë krimet serbe, nuk hieshtim përmballë fyerjeve të viktimave tona. Për këtë arsye organizata Dala nga lufta OÇK ka vendosur që nesër e hënë ora 13 të organizojmë protestë para Kuvendit. Në anën tjetër, kryetari i OVD UÇK-s Hysni Gucati tha se kjo ekspozit ishte fyerje për këtë organizat dhe jo vetëm. Jem kundër atij shkrimi, kundër asaj ekspozite, kundër çdo gjëje që është kundër ushtrisë në Kosovë, kundër kombit tonë dhe kundër masakrave që ka qyrë minimizu masakrat e Kosovës apo numrin që ka punu një vit me Serbinë. Zot një janë fjallë, nuk du t'ja përmeni emnin, se su më intereson fare emni tina, mu më intereson kush ka financu dhe kush është ideatori e tyne. Su më intereson libri tina fare heq. Rreth ekspozitës, prokuroria speciale një ditë më parë ka përgatitur se kjo çështje do t'i nënshtrohet vlerësimit për të përcaktuar nëse përmban elemente të përgjegjësisë penale. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur mbështetjen e saj për protestën e paralajmëruar për nesër nga organizatat e Dala nga lufta e UÇK-s. Si reagim ndaj ekspozitës që përmban pasaktësi për masakrat gjatë luftës në Kosovë. Kjo protestë është një reagim i drejtë qytetar dhe kombëtar për mbrojtjen e dinjitetit të viktimave, të familjarëve të tyre dhe të vlerave të luftës çlirimtare të popullit të Kosovës. Çdo përpjekje për të shtrembruar faktet, për të relativizuar krimet apo për të rishkruar historinë tonë është e papranueshme dhe duhet të kundërshtohet me vendosmëri, thuhet në reagimin e PDK-s. Edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës ka mbështetur protestën e thirrur nga organizatat e Dala nga lufta. Kryetari Ramush Haradinaj i ka ftuar bashkëluftëtarët, familjarët e të rënëve dhe qytetarët që të marrin pjesë në protestë. Ftoi bashkëluftëtarët, familjarët e të rënëve dhe gjithë qytetarët që nesër me 30 mars në ora 13 para Kuvendit të Kosovës të dalin në mbrojtje të sakrificës sonë për liri, shkroi Haradinaj në një postim në Facebook. Pas reagimeve dhe kritikave të shumta, organizatat përgjegjëse për ekspozitën, Admover dhe Integra kanë kërkuar falje. Përmes një postimi në Facebook, ato theksuan se qëllimi vetëm i ekspozitës ishte nderimi i viktimave civile dhe ruajtja e kujtesës kolektive për krimet e kryera gjatë luftës. Gjithashtu organizatorët kanë bërë thirrje për dalje të sulmeve dhe linçimeve. Në asnjë moment dhe në asnjë formë nuk kemi pasur synim të lëndojmë apo të ofendojmë askënd. Njëkohësisht bëjmë thirrje për ndaljen e sulmeve, linçimeve dhe kërcënimeve individuale, si dhe për shmangjen e çdo keqpërdorimi të situatës së krijuar, thuhet në reagim.
Përgjegjësi për këtë ekspozit ka kërkuar edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Gjatë një konferencë për media, ky subjekt njoftoi se ka dërguar një letër Kuvendit të Kosovës për të kërkuar transparencë lidhur me burimin e informacionit të përdorur në ekspozit. Pas kësaj, OAK-ja ka ngritur shqetësime edhe për rritjen e çmimeve. Është ditë vikendi, por Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur që të mos përshojë aktivitetin e saj. Ky subjekt thiri konferencë për media të dielën për të shpalosur dështimet e qeverisë dhe skandalet që sipas tyre po ndodhin në institucione. Në fokus e kritikave ishte ekspozita masakrat në Kosovë 1998-1999 në sheshet e Prishtinës, e cila u komentua gjithsesi për pasaktësitë e përmbajtjes. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri deklaroi prerë se institucionet kanë dështuar totalisht në menaxhimin e kësaj situate kaq të ndjeshme. E pa kuptim se si i përvive, se si shteti dështon qeveria Kosovës, dështon Kuvendi Kosovës, dështon Ministria Përkatëse dhe mbështet një ekspozit e cila në esencë ka pasaktësi që ndërlidhen me të drejtën historike të Kosovës. Ai ka bërë të ditur se AAK-ja ka adresuar një letër drejtuar kryetares së Kuvendit, duke kërkuar transparencë lidhur me burimin e informacionit të përdorur në ekspozit. Ne kemi dërguar një letër kryetares së Kuvendit, letër e cila buron nga disa aktivistë që kanë kërkuar nga shefat e grupeve parlamentare që të adresohen disa temë që lidhen me transparencën, me procesin, në mënyrë që të dim mirëfillin dhe të dim ku është burimi i vërtet i një situate e cila fillimisht i ka godit viktimat. Tahiri përveç dështimeve në dokumentimin e historisë komentoi edhe situatën socio-ekonomike të vendit. Ai paralajmëroi se rritja e çmimit të energjisë elektrike rrezikon ekonominë e Kosovës, e cila është buz fundosjes. Rritja e çmimeve të konsumit është goditje jashtëzakonisht e madhe për qytetarin e Kosovës, por gjithësisht edhe për tregun. Pse? Qytetarët e Kosovës normal, kur janë çmimet e larta, blejnë më pak. Që nënkupton prodhim ka më pak. Tahiri përfundoi duke thënë se mungesa e qëndrueshmërisë dhe gabimet e njëpastëjshme të qeverisë po godasin në esencë mirëqenien e secilës familje dhe mbijetesën e çdo ndërmarrje në vend. Qytetarët e Kosovës mund të përballen me një rritje deri në 20% të çmimit të energjisë elektrike nga muaji prill, ndërsa ZRE ende nuk ka vendosur për tarifat e reja. Nëse miratohet vendimi, ekspertët paralajmërojnë pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët dhe ekonominë. Kosovarët mund të përballen me rritje deri në 20% të çmimit të energjisë elektrike nga muaji prill. Megjithatë, zyra e rregullatorit të energjisë elektrike ende nuk ka vendosur për tarifat e reja, pasi po shqyrton aplikimet e kosti dhe kecit. Në rast se vendimi për rritje prej 20%-ve miratohet, paralajmërohet se kjo do të ketë pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët dhe ekonominë. Nëse ndodh se alo nuk janë bë ditur në raportet as konsultuese, e lejmë vendimi përfundimtar, nëse vjen si vendim rritja 20% ka me pas pasoja direkte, fillimisht në rrymë, sigurisht, po edhe në produkte tjera që e kanë të patjetërsueshëm produktin e rrymës. Nëse rritet çmimi i energjisë, Ymeri thotë se ky është dështim, derisa përmendi edhe organizimin e importit e që sipas saj do të shpëtonte rritjen e çmimit të energjisë. Në fund, nëse del në kategoritë bilancave nuk është ka qenë konsultim publik, ka marrë konsultimin publik, tash ata do të me aprovu si të fundit. Edhe poshtë nuk ka shumë rritje të lartë të importit, paktën çashtu është paramendu, po me 9 muaj remont kapital nuk besoj që ikin importit në sasi të lartë. Sipas shifrave zyrtare, gjatë muajit janar kanë qenë mbi 1 milion euro brenda një dite import. Ndërsa ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se në Kosovë ende nuk po ndërmerren hapa konkret për uljen e sasisë së importit të energjisë. Lajmet më të reja tregojnë që Evropa ka arritur që më tepër se 47% të prodhimit të energjisë elektrike ta ketë në burime alternative dhe në Kosovë edhe me tutje vetëm flitet dhe nuk ka hapa konkret. Është normale të pritet që do të kemi ngritje të çmimit të energjisë elektrike sepse jemi të varur nga importi i saj. Kosova është afër të përballet me një tjetër shtrejtim të rrymës, i katërti në 4 vitet e fundit.
Kërkesa është që të ketë rritje mbi 20%, shtrejtimi që është kundërshtuar edhe me protesta para rreth 2 muajve. ZREA bën çdo vit shqyrtimin e caktimit të tarifave të energjisë elektrike, të cilat shpallen me 1 prill dhe vlen deri me 31 mars të vitit pasues. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat më të fundit, sipas të cilave shkalla e papunësisë në vend ka rënë në 13.9%. Ekspertët e ekonomisë shprehen se ky nivel lidhet me problemet zinxhirore në treg, ndërsa platforma qeveritare Superpuna po cilësohet si një projekt që nuk ka arritur të jap rezultatet e premtuara. 2/3 e popullsisë së Kosovës janë në moshë pune, por jo të gjithë janë të punësuar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2024, 13.9% e tyre mbetën të papunë. Ndërkohë shkalla e popullsisë jo aktive vazhdon të jetë e lartë, duke arritur 51.6%. Shkalla e jo aktivitetit vazhdon të mbetet mjaft e lartë dhe përbën një nga sfidat kryesore të tregut të punës në Kosovë, duke arritur 51.6%. Kjo dukuri është veçanërisht e theksuar tek femrat, ku shkalla e jo aktivitetit është 65.4%, krahasuar me 37.8% të meshkujt. Shkallën e papunësisë me mbi 71.000 qytetar po e shohin si shqetësuese ekspert të fushës. Sipas Kushtrim Ahmetit nga dhoma e tregtisë dhe industrisë, kjo vjen si pasojë e problemeve zinxhirore në vend. Bizneset tona kanë nevojë për punësim, por nuk po mund të marr bizneset një të ri ose një person ose çdo si ose moshkull ose femër në këtë rast, i cili nuk ka asnjë ditë përvojë punë, e për cilën duhet kosto pastaj për ta trajnuar dhe ai mas 2 muajve që punon aty ai lëshon vendin e punës. Askush pra nuk po e merr përsipër për me mbulu kostën e madhe. Ditë sodet e dim gjithë se çdo shërbim në Kosovë është rrit çmimi i tij, por nuk po merr kërkush mundin për me mbulu ose me njoft dhe me shteti çfarë shpenzim që biznesi e ka bën karshi trajnimi që është dhënë bën çati personi. Ahmeti shton se shumë herë tentuan të japin ide për zgjidhjen e këtij problemi, por nuk pati interesim nga institucionet. Ekonomia, biznesi dhe qytetarët kanë qenë jetim. Askush nuk u ka dalë në ndihmë për me ndihmu me të kaluar të situata. Sepse sa më shumë që dëmtohet ekonomia, aq më shumë qytetarët kanë dëmtuar. Sa më shumë që bllokohet ekonomia, aq më pak punëtor kanë më pas aktiv në vend, sepse ekonomia, biznesi, nëse nuk punon, nuk mundet me marrë të thonë punë. Askush s'mund të thotë punë. As platforma Superpuna nuk ndikoi në ujden e papunësisë në Kosovë. Shumë herë kjo platformë ndodhe jashtë funksionit e në disa raste, bizneseve të regjistruara nuk ju gjeneronin subvencionet nga qeveria. Edhe ekonomistët tregojnë se planet e qeverisë nuk qenë serioze për të përmirësuar këtë problematik në vend. Rritja e shkallës së papunësisë është si rezultati shumë faktorëve, por ajo më kryesorja është mungesa e gatishmërisë së qeverisë së Republikës së Kosovës për politika të duhura dhe adekuate që të bëjnë uljen e shkallës së papunësisë. Qeveria gjatë viteve të fundit është treguar jo serioze, jo kompetente dhe jo profesionale dhe nuk ka përdorur asnjë politikë të duhur që të ulë shkallën e papunësisë. Sipas statistikave nga ASK, sektorët kryesor ekonomik që dominojnë punësimin janë tregtia me 19.7%, prodhimi me 12.7%, ndërtimtaria me 9.6%, arsimi me 8.5% dhe administrata publike dhe mbrojtja me 8.2%. Probleme me buxhet kanë edhe komunat e Kosovës. Shumica po përballen me krizë financiare si pasojë e vendimeve gjyqësore, të cilat u kushtojnë 10 miliona euro. Për këtë arsye, Asociacioni i Komunave të Kosovës i ka bërë thirrje kuvendit të kryejë menjëherë një rishkrem të buxhetit për të shpëtuar financat lokale. Vitin e kaluar e kemi pas bllokadën institucionale, mirë po në strategjinë legislative të vitit kaluar ka qenë i parapar amandamentimi i ligjit për financa lokale, ku ky granti 4 për investime kapitale është i parapar në projekt ligjin final, cilën është duke qëndruar në qeveri që disa vite. Dhe vetëm themelimi i grantit të 4 për investime kapitale do ta bëj shpërndarjen e drejtë në të gjitha komunat e Republikës Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë politike apo përkatësinë etnike. Neve në Republikën e Kosovës i kemi të garantuara grantet qeveritare, si granti për përgjithshëm, granti për shëndetësi, granti për
arsim, granti për kryeqytetin dhe komunën e Obiliqit, mirë po shumica absolute e kryetarëve mendojnë që ministritë e linjës janë duke ndarë mjete financiare për projekte caktuara bazuar në përkatësi politike dhe në përkatësi etnike. Ndërkohë, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka njoftuar se vetëm 3 ditë para përfundimit të afatit ligjor për deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë, një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve publik ende nuk e kanë përmbushur këtë obligim. Përmes një komunikate për media, APK-ja ka bërë të ditur se sipas të dhënave të përditësuara me 29 mars, 7.482 zyrtarë publik kanë përfunduar deklarimin. Mbi 1.000 janë në proces dhe 1.469 të tjerë ende nuk e kanë filluar. Agjencia ka rikujtuar se mosdeklarimi, vonesa apo deklarimi i pasakt përbën një shkelje të drejt për drejt të obligimeve ligjore dhe trajtohen sipas legjislacionit në fuqi, duke përfshirë masa administrative dhe procedura penale. Flasim tani për sigurinë e ushqimit në Kosovë. Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Bekim Hoxha, ka bërë të ditur se qytetarët denoncojnë deri në 20 raste në ditë për produkte me afat skaduar. Sipas tij, kjo situatë alarmante lidhet me mungesën e buxhetit të pamjaftueshëm për inspektime dhe kontrolle. Numri e inspektorëve që posedon Agjencioni i Veterinës së Ushqimit janë 83 në fushën e veterinarisë dhe fitosanitarisë, prej tyre gjysma janë pikat kufitare, gjysma tjetër përfshin këtë pjesën e inspektoratit brendshëm, që i bie është numër kogja i ulët në raport me vende tjera të rajonit, po shpresojmë, besojmë që do të rritet numri inspektorëve sa më shpejt që është e mundshme. Varësisht për denoncimeve që bëhen, ne kemi planin e kontrolleve zyrtare që zakonisht janë të planifikuar, mirë po fatkeqësisht ne shumë shpesh dalim për planin e kontrolleve zyrtare për shkak denoncimeve që bëhen në baza ditore. Kemi raste kur kemi 3, 4, 20, 10, varësisht se si veprohet. Nga siguria ushqimore kalojmë te siguria publike, ku rritja e numrit të vrasjeve po ngresh shqetësime serioze. Njohësit e fushës vlerësojnë se shkaktar kryesor janë 300.000 armë pa leje në vend, ndërsa faktorët socioekonomik vetëse e rëndojnë situatën. 5 vrasje janë shënuar në Kosovë venda brenda një jave. Këto raste kanë rikthyer në vëmendje nivelin e krimit të rënd në vend, si dhe qasjen e lehtë në armët ilegale. Edhe pse ligjet për krime të rënda janë ndër më të ashpërit në rajon dhe Evropë, numri i madh i armëve pa leje që vlerësohet rreth 300.000 mbeten ndër shkaqet kryesore të këtyre rasteve. Për një vrasje traumës, dënimet që shqiptohen zakonisht janë prej 15 vite, 25 vite, 35 vite, kështu me radhë deri te dënimet e përjetshme. Ndërka që për vrasje të rëndant, dënimet edhe pse parashihet që fillojnë nga 5 vjet, në Kosovë është shumë jo evident të shqiptimit dënime edhe për vrasje të rëndanta. Përveç armatimit pa leje, ish-inspektori AKI-s Burim Ramadani vlerëson se në këtë valë krimesh po ndikojnë rënd edhe rrethonat e vështira socio-ekonomike. Faktori numër 1 absolutisht është prezenca e madhe e armëve në duart e qytetarëve, një pjesë shumë e madhe e tyre armë ilegale. Pra nuk kemi po një program të veçantë nacional që do të merrej me reduktimin ose zvoglimin e armëve ilegale në duart e qytetarëve. Por po ashtu faktorë tjerë mund të jenë çështje sociale apo ekonomike. Ndërka sociologu Bekim Selishta dhe theksin të dështimin e edukim, duke kërkuar që parandalimi i dhunës të nisë që nga bankat e shkollave fillore. Ne kemi pa duke një inspektiv procesi është se edhe në shkollat e mesme ose fillore, lanë shoqërore ose sociologjia është tërësisht e anatemum ose e he konkret si lanë, si pasoj që kjo mirët me fenomene shoqërore. Java e kaluar nisi me një vrasje në qendër të Gjakovës, vijoj në Klinë dhe përfundoi në një fshat të Podujevës, ku humbën jetën 3 persona, përfshirë edhe të dyshuaren, e cila më pas dyshohet se e vrau veten.
Një shtëpi në Gjakovë është përfshirë nga zjarri duke shkaktuar lëndime trupore tek një person. Sipas informacioneve të shtatë, pronari dyshohet se vetë ia ka vënë plakën shtëpisë. Dëshmitarët bën të ditur se ai ka probleme me shëndetin mendor dhe është arrestuar menjëherë nga policia. Nga zjarri nuk shpëtoi asgjë, as rrobat, as sendet e as orendit e shtëpisë. Streha e Shëpikrës në Gjakovë nuk është më e banueshme, pasi flakët shkatruan gjithçka. Ai dyshohet se mund të ketë qenë vetë shkaktari i zjarrit. Shtëpia që u ndërtua nga fqinjet e tij mori flak mëngjesin e të shtunës, siç mëson të shtatë, shkaktari është djegja e një qirio. Arsyeja e zjarrit nuk është konfirmuar ende nga autoritetet, por banorët e lagjës treguan për televizionin se Shëpikra kishte ndezur qirin më parë, të njëjtën gjë, duke e bërë edhe para kësaj ngjarjeje. I dyshuari rreth të 40-tave thuhet se ka probleme psikike dhe është konsumues i alkoolit. Flakët u vënë re nga fqenjet rreth orës 3 të mëngjesit, derisa 40 vjeçari ishte në xham. Mendimin e tyre, ai arriti të dete nga shtëpia, por posoi djegje në trop. Ndërhyrja e zjarrfeksëve ishte e menjëhershme duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve. Zjarri ka përfshirë një shtëpi 2 dhomshe, pron private. Njësitë e zjarrfeksëve kanë reaguar menjëherë pas pranimit të informatës, duke dalë në vendin e ngjarjes me 5 zjarrfekës dhe mjetet përkatëse. Falë reagimit të shpejtë dhe profesional, zjarri është lokalizuar dhe vënë në kontroll në një kohë të shkurtër, duke parandaluar përhapjen e mëtejme. Sipas incidentit, pronari i shtëpisë ka besuar disa lëndime trupore dhe është dërguar për trajtim në emergjencë. Janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa autoritetet kompetente janë duke hetuar shkaqet e zjarrit. Pas marrjes së trajtimit në emergjencën e Gjakovës, Shëpikra është transferuar në repartin e psikiatrisë në spitalin e kësaj komune. Ai është në përcjelljen e policisë së Kosovës, pasi tashmë është arrestuar si i dyshuar për shkaktimin e zjarrit dhe i ndaluar për 48 orë. Sipas fqenjve, Shëpikra jeton i vetëm dhe nuk ka përkujdesje sociale, ndërsa merr ndihmë financiare nga shteti. Një situatë e rrezikshme është krijuar në rrugën Don Shtyfen Kurti në Prishtinë, ku një pjesë e konsiderueshme asfaltit është shembur, duke krijuar një grop të thellë në mes të rrugës. Në pamje shihet se rruga është dëmtuar rënd përgjatë një segmenti të saj. Në vazhdim ju sjellim pamjet pa koment. Kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina ka njoftuar për ndërprerje të furnizimit me ujë në disa rrugë të kryeqytetit pas shëmbjes së një pjese të asfaltit që ka dëmtuar rrjetin e ujësjellësit. Sipas njoftimit, furnizimi me ujë është ndërprerë në rrugët Mehmet Shpendi, Bislem Ismaili, Agem Prodani, Ymer Bytyqi dhe Visar Thaqi deri në sanimin e gypit të dëmtuar. Drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzem Fushtica, tha se po merren masa fillestare për të stabilizuar situatën. Ai shtoi se shkaku i shembjes ende nuk dihet, por pronari i një ndërtese në afërsi është ftuar nga policia për intervistim. Sipas Fushticës, ndaj tij ka gjasa të iniciohet edhe rast për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka urdhëruar aktivizimin e strukturave kriminale për të ndikuar drejt për drejt në zgjedhjet komunale që do të mbahen sot në disa komuna të Serbisë. Kështu bëjnë të ditur burimet të Kosova Presit brenda institucioneve të sigurisë, teksa theksojnë se për shkak të frikës reale nga humbja e pushtetit në disa komuna, Vučić ka angazhuar drejt për drejt të akuzuarin për sulmin terrorist në Bajs, Milan Radojčić, në rrjetin e tij kriminal për të ushtruar presion ndaj votuesve dhe për krahasve të partive opozitare në Serbi. E njëjti burim ka thënë se për këtë qëllim janë përfshirë edhe pjesëtar të mbrojtjes civile dhe individ nga struktura ilegale serbe në Kosovë.
Kombëtarja e Kosovës ka vazhduar edhe sot me përgatitjet për ndeshjen e madhe ndaj Turqisë. Dardanët zhvilluan sot stërvitjen e radhës, ku kanë mbetur edhe 2 ditë nga finalja e play-offit. Dyshja Dardane, Arjanet Murić dhe Fisnik Aslani u shprehen optimist para kësaj përballjeje. Kombëtarja e Kosovës po vazhdon me përgatitjet anti-Turqi. Të besuarit e përzgjedhësit Franco Foda janë stërvitur edhe sot në drejtimin e trajnerit gjerman. Në fushën e stadiumit Fadil Vokri, aty ku synohet historia, kombëtarja Dardane zhvilloi stërvitjen e radhës në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e madhe ndaj Turqisë. Ajo ndeshje do të luhet në kuadër të finales së play-offit të botrorit 2026 me fituesin që do të shkojë në Kupën e Botës që mbahet në SBA, Kanada e Meksik. Në stërvitjen e sotme ishin të gjithë lojtarët e ftuar nga Franco Foda. Federata e Futbollit të Kosovës njoftoi se në seancën e sotme stërvitore, përzgjedhësi Franco Foda ka punuar me theks të veçantë në aspektet taktike të lojës, ndërsa atmosfera në kampin e Dardanëve vazhdon të jetë shumë pozitive dhe motivuese. Para stërvitjes, përfaqën zyrtare të FFK-s folën dyshja Arjanet Murić dhe Fisnik Aslani. Të dy u shprehen optimist për përballjen e madhe ndaj Turqisë të martën. Do të jetë një ditë e bukur në Prishtinë. Ne besojmë në fitore. Tash gjithçka varet nga ne. Besoj se meritojmë këtë. Përkraja e tifozëve ishte jashtëzakonshme. Do të japim gjithçka nga vetja për të arritur fitoren. Shpresojmë që do të bëjmë tifozët krenar duke dhënë maksimumin në fushë. Fisnik Aslani u shpreh më i drejt për drejt, duke thënë se nuk i intereson se çfarë thonë për Turqinë, derisa bën me dije se ndaj Kosovës s'ka favorit. Është shumë e mirë në ekip, besoj që fitoria na ka dhënë shumë vetbesim, kështu që të martën kundër Turqisë shpresoj që kena me bu një lojë shumë mirë, kena me marrë këtë tifozët nga të vetit edhe shpresojmë që fitojmë lojën e shkojna në kupën botrorit. Për veti kja punë nuk më interesan, zëvësaj as ekipi që interesan. Në fund, këshyret në fushë që bëhet, ata mujnë me kanë favorit sa dojnë. U kanë edhe Slovakia, edhe Suedia, kështu që na kena me kry punën tonë, kena me do maksimumin në fushë, tani të këshyrë mas loje. Kombëtarja e Kosovës do të rikthehet nesër me stërvitjen e fundit para përballjes së madhe ndaj kombëtarës turke. Ndeshja do të luhet më 31 mars e martë në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion të lajmeve qendrore. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.